Faleminderit. Sot është dita 81 që ne jemi në këtë shesh, bulevard që në fakt e kemi kthyer si shesh, dhe protestojmë çdo ditë pa ndalim. Ajo çfarë kemi marrë si përgjigje e protestës tonë të pandaluar çfarë ka qenë? Injorimi. Fatkeqësisht. Por ne kemi zgjedhur të mos ndalojmë dhe ne nuk e pranojmë injorimin si përgjigje të kërkesave tona. Tu kanë dalur dhe kanë folur shumë qytetarë, kërkesa nga më të ndryshmet, nga më legjitimet. Asnjë prej tyre nuk ka marrë përgjigje sot. Ne prandaj vazhdojmë të protestojmë. Ligji për zonat e mbrojtura e dim të gjithë se si e ka bërë të mundur që Shqipëria të coptohet dhe zonat tona të mbrojtura të shkatrohen përfundimisht. Jemi dëshmitar të asaj çfarë filloi të ndodhte në Vjosnart. Filluan punimet pa transparencë, pa pjesëmarrje publike, pa studime mjedisore, pa leje të vlefshme dhe në fakt ajo çfarë mund t'i kishte ndodhur Nartës do t'i ndodhë gjithë Shqipërisë, nga Bregdeti deri në veri. Nëse ne nuk e ndalojmë sot. Ndërkohë që ne protestojmë çdo ditë këtu, vajza, djemë të rinj, fëmijë, familjar, të moshuar, të gjithë jemi këtu për arveten tonë, të gjithë këtu për fëmijët, për të ardhmen tonë dhe jemi të bashkuar në një kaos të përbashkët. Ne qëndrojmë për natyrën tonë, ne qëndrojmë për bukuritë e këtij vendi. Ne nuk jemi të gatshëm që për hir të një zhvillimi të momentit të heqim dorë nga pasuria jonë më e madhe që është në fakt vetë natyra jonë. Me revolucionin Flamingo jemi bërë model frymësimi jo vetëm për njerëzit tanë, për shqiptarët kudo që ndodhen, por edhe për vendet e tjera kudo në botë. Më në fund jemi krenar për një nisëm dhe jemi të vendosur që këtë nisëm ta çojmë deri në fund me krenari, me kokën lart dhe të mos lejojmë asgjë të na ndalë, derisa ne të marrim atë që duam dhe atë që kërkojmë. Ajo çfarë shoh unë në këtë shesh ose në këtë bulevard nuk janë njerëz të lodhur, nuk janë njerëz të dorëzuar. Unë shoh njerëz që shpresën e kanë në sytë e tyre, shpresën e kanë në zemër dhe kështu ne do të vazhdojmë. Do të rezistojmë për Shqipërinë tonë të re. Shqipëria